sot me një mekanizëm absolutisht antiligjor, mori më së fundi përfundimisht avokatin e popullit. Refuzuar në mënyrë kategorike kandidaturat e mbështetura nga Partia Demokratike, zotin Besim Regioni, zonjën Adriana Kalaja dhe 4 kandidatura të tjera, të cilat plotësonin të gjitha kushtet për përmbushjen me dinjitet të asaj detyre të rëndësishme për të në rrafshin e lirive dhe drejtave të njeriut, sidomos në këtë vend ku diktatura autoritare konsolidohet gjithnjë e më shumë. Unë nuk them që nuk i ka firmat, nuk i mori firmat Endri Shabani, i mori në një periudhë Endri Shabani kur ai mbështeti Florian Binon. Se ishte një nuk mund të them që ishte një koalicion, ta themi, moral i plot i të gjitha forcave politike, por pastaj dolen një seri problemesh që faktuan se Endri Shabani, ai që kishte atë fjalor si opozitar i opozicës, nuk ishte vetëm kaq, po ishte një person me lidhje kryekput me Edi Ramën.